Çmimi i urez dhe nitratit është rritur ditët e fundit si pasojë e luftës në lindjen e mesme, por në tregjet e plerave kimik ka paqartësi në lidhje me çmimin e saktë. Kështu fermerët që ende nuk kanë kryer plerimin e tokave me drithra nuk e kanë të qartë se sa është çmimi, por janë njoftuar se ka rritje. Nga ana e tyre, tregtarët thonë se plerat kimik vijnë nga Afrika dhe rritja e çmimeve është pasojë e shtrenjtimit të naftës. Ta lëm pa mbjellësh më keq. Po flet për çmimet e plerave kimike apo për farat? Farat, plerat dhe zëtorët mekanikët. Ti kur e bëre gati për plerë? Atë kam punuar mbas vitit të ri, që të marri pak e grasi se na mungon dhe vaditja. Po. Shpresojmë i bëjmë gjitha, shikojmë përpjet pastaj. Çfarë do mbjellësh? Misër. Misër. Kjo është filtr. Ke sipërfaqe me misër? Ja, vetëm atë kam. Përveç kësaj? Jo, vetëm atë 4 lymsh. E kam mbjell lop, se mbaj bakti, është fil. Korrua e thënjom, me çmimin që ishte gjatë. Aktualisht një kuintal ure po shitet me 6.500 lekë nga 4.500 që shitej disa javë më parë. E njëjta rritje është edhe për plerat e tjerë kimik, por fermerët kanë raportuar se kanë bler ure dhe me 2 fishin e çmimit. Po kemi bler aty me 24.000 lekë, është rritur më shumë tash. Sa ishte dhe sa është? 24.000 lekë ishte urea. Ajo, nitrati tash është shtrëntuar. Sa? S'ka vajtë tash, se vajta mora që hodha pleu, grurit dhe... Sa bleve vetë, ja hodhe grurit? Është periuda tani që bëhen shërbimet dhe plerimet të tokës? Po, diskutohet, tash i bëjmë. Myzeqe janë shtuar si përfaqet me drithra, kulturat të cilat kërkojnë shërbime intensive dhe plerim të tokës. Rritja e çmimit si pasojë e luftës ndodhi pikërisht në pranverë, periudha kur fermerët kryejnë shërbime ndaj tokës dhe të mbjellave.